Kuvendi qendror I partisë mori një vendim të rëndë, që mos ta thirrë Kongresi. Statuti I parashet që Kongresi mund ta thirrë Kuvendi, normalisht edhe unë si kryetar partie. Kam shumë dëshirë të ndeshem me kundërshtarë dhe armiq, po me njerëzit e mi nuk duhet ndesh. Aspekti është edhe më shumë njerëzor. Të kishim qenë në kontekst tjetër kohor, nuk do të kish forcë që do të më detyronte ta tërheq dorëheq. Situata e partisë është e vështirë, I kemi zgjedhjet lokale në prak, dhe nuk duhet të lojën në disa liderëve tjerë se I djegin njerëzit, po djegi veten prapë edhe një herë. Kryetarin tjetër që do ta zgjidhshim, rrezikonte që të ballafaqohet ndoshta me rezultat dobët në zgjedhjet lokale, dhe kjo do të interpretohet si amoralitet nga ana ime. Ran bashkërisht një kompromis dhe marrëveshje me Kuvendin qendror të partisë, unë do ta drejtoj partinë drejt një rezultati të fortë dhe të fuqishëm zgjedhjet lokale, dhe pas zgjedhjeve lokale do bëjmë kongres. Kishte kundërshtim të plot nga Kuvendi qendror se procedura është se ata duhet ta thirrin kongresin, edhe kur refuzojnë ta thirrin kongresin, atëherë unë duhet ndeshem me vendimin e Kuvendit qendror që nënkupton, ta suspendoj Kuvendin qendror dhe të shkojnë në kongres. Nuk ndodhi kjo, që nënkupton automatikisht dhe tërheqjen e dorëheqjes deri pas zgjedhjeve lokale. Nuk do të ishte as pak korrekte në këtë kohë të shkurtë t'ja vendosin një barë me qëllim unë dikujt prej antarëve të PDSH-s, dhe më pastaj ta akuzojmë gjithë bashkë se ja e prishe partinë dhe të rikthehemi. Ka pas kësi filmat e liderët tjerë. Se do përsëritej rezultati dohet prapë atëherë? Kemi kongres të nuk ka mundësi të përsëritet rezultati dobët edhe pse ju keni dëshira të mëdha. Mora edhe një si ta them mbështetje apo detyrë prej Kuvendit qendror, që edhe partia jonë do të bëhet pjesë e këtyre bisedimeve për formimin e qeverisë. Normalisht unë mora mbështetje që të tentoj të marr mandatin për ta krijuar qeverinë si kryeministër. Mendoj se brenda javës ardhshme do të kërkoj takim me zotin Ivanov, I cili do t'ja kërkoj që të ma jep mandatin për ta bërë qeverinë. Përgjigja sigurisht do t'jetë se duhet t'i mbledh 61 anshkrimet deputetëve dhe unë këtë do të provoj ta bëj. Kur po them këtë, sigurisht dikush qesh. Se thot ky po, edhe këta tjerë po sillen ashtu, ne thot 2 deputet ka unë jap këtij në shkrimet, këtij jap 3 në shkrimet, do të thonë, megjithatë duhet të shohin gjithë opinioni se rezultati I zgjedhjeve të fundit ishte rezultat manipulativ, sidomos të shqiptarët. Ata të cilët konkuruan si opozitar për t'i marrë votat e opozitës, I çuan votat direkt në prehrin e Ali Ahmetit. Ata kanë përgjegjësi për këtë mashtrim, dhe për këtë gënjeshtër dhe për këtë manipulim që I bën shqiptarëve këtë zgjedhje. Ne e dini procesi I zgjedhjeve dhe premtimi kryesor I PDSH-s ka qenë se asnjëherë nuk do të bëhemi palë qeverisë me BDI, me një kusht, nëse ata na mbështetin që qeverinë ta drejtoj unë. Nuk kemi kur fare arsye. Pasi keni marrë vendim për të marrë pjesë në qeveri, biseduat rreth ndonjë koalicioni të mundshëm? Jo, nuk kemi marrë vendim për të marrë pjesë në qeveri, por kemi marrë vendim që ta krijojmë qeveri. Për të krijuar qeveri. Sigurisht unë po flas tash për procedurë, nëpërmjet të cilës ne kërkojmë mandatin e kryeministit. Sigurisht. Platforma e Partisë Demokratike Shqiptare është e qartë dhe botërisht e din të gjithë. Kjo platformë, sa çelë mshel syt, do të eliminoj si albanska platformën e manipulativ të Ali Ahmetit dhe të tjerëve. Manipulimi më I madh që bëhet shqiptarëve këto 26 vjet është kjo platforma e përgjithshme. E dini si. Në fillim të platformës shqiptare ka 2 premisa që flasin se nuk është ajo shqiptare. Ustavat në Republika Makedonia edhe marrëveshja e Ohrit. Këtë kjo është bë me vetëm qëllim që të eliminohet shtylla bazë e platformës Partisë Demokratike Shqiptare. Vendimarrja me konsenzus të plot dhe parlamenti 2 dhomësh. Më pastaj çështjet tjera janë tërësisht të lehta. Kjo platformë është dhe do të jetë e papranueshme për Partinë Demokratike Shqiptare, që e quajnë platforma e gjithë shqiptarëve. Ka në shumë interes, shumë faktor që mos ta përmendin Partinë Demokratike Shqiptare, kanë dhënë komente se Partia Demokratike Shqiptare
s'ka kryetar, ka kryetar, dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare thot se platforma e partive në thojza gjithë shqiptare është një paçavur rusoslave që për ne s'do t'jetë kurrë pranueshme. Ma tregoni një vend tjetër në Evropë, një popull si ne, me 35% që pranon një platformë të tillë qesharak. Ne kemi problem me Maqedonasit për vendimmarrjen kuadrët institucioneve sistemit 1, 2 për paratë që na i vjedhin nëpërmjet të buxhetit. Këto janë dy çështje kryesore, të tjerat le do t'i realizojnë pa diskutim.